Këtu fillon besimi, transformimi i njerëzve përmes Islamit. Islami u shfaq në një shoqëri të zhytur në padrejtësi, dhunë dhe humbje morale, por me ardhjen e tij filloi një transformim i thellë njerëzor. Besimi nuk nis vetëm si fjalë, por si ndryshim i zemrës dhe i mendjes. Ai preku individin në brendësi, duke e shqiruar nga frika e krijesave dhe duke lidhur drejt për drejt me Krijuesin. Pikërisht këtu fillon besimi, në momentin kur njeriu e kupton se jeta ka qëllim dhe përgjegjësi. Islami e ngrit njeriu nga adhurimi i idhujve drejt adhurimit të Allahut, një Zot të vetëm. Ky kalim nuk ishte thjesht teologjik apo shoqëror por shoqëror dhe etik. Njeriu mësoi se vlera e tij nuk matet me pasuri, fesë apo pushtet, por me devotshmëri. Inna akramakum indallahi atqakum, me i nderuar i ndër ju është ai që është më i devotshëm, tha Allahu në Kur'anin famlart. Njeriu mësoi se vlera e tij nuk matet me pasuri, por me devotshmëri. Kjo ide revolucionare shkatroi barrierat e padrejta dhe krijoi një ndjenjë barazie mes njerëzve. Transformimi u pa qartë në sjelljen e atyre që e pranuan Islamin. Njerëz të njohur për ashpërsi u bën shembull mëshire, ndërsa ata që jetonin në errësirë morale gjetën dritë dhe drejtim. Besimi i ri i mësoi durimin, faljen dhe drejtësinë. Islami nuk e mohoi natyrën njerëzore, por e drejtoi atë drejt së mirës dhe ekuilibrit. Një aspekt thelbësor i këtij transformimi ishte ndjenja e përgjegjësisë. Besimtari e kuptoi se çdo veprim ka pasojë dhe se jeta nuk përfundon me vdekjen. Ky vetëdijsim krijoi individ të ndershëm, të përkushtuar dhe të kujdesshëm ndaj të drejtave të të tjerëve. Shoqëria filloi të ndërtohej mbi besim, jo mbi frikë apo dhunë. Islami gjithashtu i dha zë të dobtit dhe të shtypurit. Ai mbrojti jetimin, gruan dhe të varfrin, duke i bërë pjesë të denjë të shoqërisë. Ky ndryshim nuk ishte i përkohshëm, por rrënjësor. Ligjet dhe parimet islame krijuan një rend ku drejtësia ishte mbi interesin personal. Kjo frymë e re ndryshoi rrjedhën e historisë. Transformimi përmes Islamit nuk mbeti vetëm në kohën e parë, ai vazhdon edhe sot. Sa herë që një njeri e pranon besimin me sinqeritet, Islami e fton njeriu të reflektojë, të përmirësojë veten dhe të jetojë me qëllim. Ai nuk kërkon përsosmëri, por përpjekje të vazhdueshme drejt së mirës. Këtu fillon besimi, në momentin kur njeriu zgjedh të ndryshojë veten për të shërbyer të vërtetës. Ky transformim i brendshëm reflektohet në shoqëri, duke ndërtuar komunitete me të drejta dhe me të mëshirshme. Islami mbetet një forcë që i ringjall shpirtin njerëzor dhe i jep kuptim jetës. Ai e shndron njeriu nga i humbur në të udhëzuar dhe nga i dobët në të fortë me moral. Ky proces i besimit kërkon dije, vetkontroll dhe përulësi të vazhdueshme. Ai e mëson njeriu të mos jetë rob i pasioneve, por i parimeve të larta, përmes lutjes, veprave të mira dhe marrëdhënieve të ndershme. Besimi forcohet çdo ditë, kështu Islami nuk mbetet vetëm fe personale, por bëhet burim stabiliteti shoqëror, paqe të brendshme dhe shpresë për brezat që vijnë. Kjo rrugë kërkon qëndrueshmëri, durim dhe guxim për të jetuar sipas së vërtetës në çdo kohë dhe në çdo vend të jetës.